Mirë se të gjeta në kuzhinë, mirëmëngjesi. E premte sot. Iku java. Iku java. Po, iku java. Fillon tjetra prapë. Po mirë, nëse nuk është ajo ikën e vjen, po nëse unë çoj kur është e premte në mëngjes, jo vetëm kur është e premte në mëngjes, çdo ditë që unë çohem në mëngjes, iku them dita e sotme. Po goca, o ma prit thot, për mua ikën sepse puna është në mëngjes herët edhe. Mua se si më duken kur ikin ditët. S'ku na ikën koha, sikur s'kemi bërë mjaftush. Po kur të vish në moshën time, ti do thuash s'kam thënë, kam dhe shumë fjalë të pathëna, lëre gjëra të pabëra, por dhe fjalë të pathëna. Dhe dashurin, fjalët, gjithçka thuajeni njerëzve që ju i doni, sepse nesër mbase është vonë dhe nuk mund të thoni kur atë fjalën që ju doni ta thoni nga zemra. Unë të them një gjë që të kam Xhan Androniki. E vërtet, të kam edhe unë Xhan. Kjo është. Dhe filloj me këtë Xhanin këtu. Xhan, nga komplimentet, nga falenderimet, nga mirënjohjet. Po, për ta vëktuar thjesht nuk janë shumë të vëmendshëm, thjesht i neglizhojnë, nuk e shohin tjetrin në sy. Po ky është gabim sepse kanë ato komplekset e tyre. Syt shprehin gjithçka. Ashtu është. Dhe syt kur nuk gënjejnë. Dolma kemi. Dolma, fjalët ishin dolma të ëmbla me mjalt, kurse unë këtu kam dolma, se thon dolma dhe jo japrak, sepse është gjethe danoce. Me lakër. Me lakër e madhe që e kemi vluar një herë, kemi krijuar këto fletë. Në ujë me krip. Unë i shtoj shumë pak vaj. Shumë pak vaj shtoj atje dhe këtu kam lëngun që kam përfituar. Kisha pak mish edhe më duhet ai buljoni i duhur, sikur se shtova dhe lëngun e lakrës, pra është një buljon, pra lëng, mish edhe lakër. Kam lakrën që thash e kam parazier shumë pak, poshtë është akoma dhe me zier, kam mishin dhe orizin që unë i shtoj direkt tani. E mirat mirave është të keni mish viçi, mish deri, mish qingji, mish pule. Do më këto dy ndërthurje sepse ka super shije. Unë kam vetëm mish viçi këtu. Do të shtoj masën e orizit. Orizit nuk e kam parazier fare. Do të shtoj një mas piperi dhe masën e kripës. I largoj. Më duhet qep e grill, gjë që unë e kaloj në blender. Edhe qepën të kishit. Kjo qepa më duhet e tillë siç është. Dhe më duhet edhe qep e njom. Tek qepa e njom do të shtoj edhe një pakës presh për një shije më të veçantë. Këto më duhen këtu dhe i kaloj nuk më duhet asgjë. Qepa është ajo që jep shijen e duhur. I largoj. Dhe masa duhet të punohet, të zihet, të bashkohen mirë ato përbërësit, sepse ndikojnë tek shija në fund. Më duhet. Të nxerja këtu. Që të ketë edhe qepa. Pra një qep të gririmut, shtuar të mishit e orizit, dhe qepa tjetër në disqe, duke ja shtuar si shtrat. Bëj një nivelim të duhur. Që sigurisht ato do t'jenë pjesë e pjatës me dolma, do të ziejnë. Se kjo është e trash më tepër nga duhet. Dhe ja shton edhe vlerat edhe shihen gatimit. Shtoj. Pra.
Vaj. Në shtratin e tiganit kemi shtruar qepët, preshin dhe karotat. Vaj këtu. Pakës lëngë. E largoj. Më duhet bim aromatike. Koperi dhe majdanozi, gjithmonë të dyja Shtoj shkojnë mirë të kjo recetë. masën. Okej. Vazhdojmë tani. E përziej derisa e punoj, do më mirë, derisa mishi të filloj të marrë atë ngjyrën e bardhë. Nuk e kalojmë fare në proces termik, as në zjerje, as në asgjë. Thjesht e punojmë mirë, jo vezë, se nuk do bëjmë qofte, derisa masa të jetë kompakte, një e vetme. Ndërkohë vezët që kemi në tryez i kemi I për kam në fund 2 të me limon. verdhat e vezë, do më duhet për Edhe me kremin. mielin. Patjetër që më duhet mielli, 2 të verda veze, lëngu i mishit që të krijohet një beshamel i lehtë, por thjesht me limon. Ja. Përse shtuam ujin që të ketë mundësi edhe orizi Po, të krijojë atë pak, lagështirën e vet, po. sepse nuk do duhet edhe aq kohë sa për zjerjen. Laj duart. Pra, deri tani përgatitëm mbushjen e dolmave. Prakisht, puna e parë është zjerja e lakrës në pak minuta në ujë të vluar, në mënyrë që fletët e saj të jenë të përkullshme, Po. të mbështjellin mbushjen që duam të vendosim në të. Kështu që një gjysmë lakër apo një lakër, varet nga madhësia, na duhet për tepsinë e plot, për tiganin apo po t'i vendosni ju për t'i pjekur. Që në fakt më shumë do të zjej, so t'i shtojmë edhe lëngun aty, do t'a presi pastaj me vezë, limon dhe pak miell dhe në furr. Atëherë, merrni Sigurisht do të lashgojmë, presim sa është e mundur kërcelli fort që na pengon në palosjen. Edhe këto fletët e lakrës janë shumë të shëndetshme në dhimbjet e gjurit, në dhimbjet e kyçeve. Po të doni, mund t'i dalin në gjys, po të doni. Po kjo Është pak e madhe. është mos e ndoshta dura për që vaj, thua por për që gjurin. Më mirë që t'jetë e madhe. Sepse i bëjmë të mëdha. Po. Niki, mund të shtitin heqësh këto? Po. Ja ti ndajmë mënjan dhe heqim vetëm kërcellin. Marë. Një mas luge. Vëmë dhe për gjysë është. Ka fletë që janë pak më të mëdhaja, kështu që e shohim në varësi të vendit që kemi aty, mjafton të jenë të ngjeshura mirë me njëra tjetrën. Bravo. Ja, kapini këto. Edhe palosja dihet pjesa e palosur poshtë që të mos rrezikojmë daljen. Pra, një mas luge, një përthyerje e mirë, anësoret, si që bëjmë një zarf edhe ja. Pjesa e palosjes është poshtë. Ju e dini shumë mira të shprehjen, një dorë, lanë tjetrën të dyja faqet. Edhe kjo është gjiha me e mirë. Sepse kur i keni dhe gjethet e gatshme që t'i bën dikush tjetër është akoma dhe më e lehtë puna. Po ta Po ecën më mirë, për këtë punë jemi në fundit. Edhe është më se i duhur i ky gatim se është i stinës. Kemi lakrën në sezon, kjo që ka shumë e madhe si flet, ta mbushim më mirë këtë.
këtu. Disa zona e quajnë Dolma, si. vetëm dolma? Dolma, japrak si quajnë dot. Me gjethet, jo, japrak kjo është, me gjethet e rushit. Si di. Base për momentin dhe s'pukujtojtë, se s'është Si di si e quajnë në zona të ndryshme. Mund të na e thonë anvisat ndoshta këtë detaj. Ja. Sarma i thonë dhe përsëri me gjethen e rushit. Po. Okej. Është Kjo që vetëm dialektore. dialektore. Ja. Shife. Filloj këtu tani. Më duhet një më e vogël, që të kem në këtë pjesën këtu. A ka në një më të voçkël? Atëre, Është një më e sekundë hollë, po lutem. më e vogël se di. Dhe masa, mbushja është ngjeshur mirë, është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Me i lënë dhe pak hapësirë në mes që të zjejë orizi nga lagështia e lakrës, por edhe nga lëngjet që do të jenë aty pas pak. Mua sikur më gritës pak fyti sot. Fyti, bëj unë një çaj pastaj Më për gritës fyti goxha. virozat. Po, e kam çik të veçantë. Ma bëj pra e? Se ke dëgjuar ndonjë. Ja, sa të... Shif. Kur të jetë ajo reklama e pjesës dytë aty... Kemi qep të kuqe? Kemi. Kemi? Kemi. E kam të djegjen e fytit goxha sot. Griprat në përkëmbë janë, kështu që du të kujdesesh me përforcime. Një palosje e mirë dhe jemi në fund të mbushjes. Bëjmë një përsëritje të recetës tonë për përbërësit, duket shumë e bukur dhe do dali dhe shumë e shishme në fund, dolma me lakër dhe krem, për cilën ju duhen, ja duhet afrohem pak. Ju duhet një lakër e madhe, 500 gram mish i grirë, i përzier, 2 qep të thata, 2 qep të njoma, një presh i vogël, 2 karota, koper, majdanos, një filxhan çaj oriz, gjysmë filxhani me vaj ulliri, po aq edhe me ujë, lëngu i një limoni, krip dhe piper i zi. Për kremin ju duhen 2 të verdha vezësh, 2 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle niseshte mistri, që është dhe kjo opsionale, 500 ml lëng nga zjerja e lakrës, lëngu i 2-3 limonëve, krip, piper i zi dhe pak koper e grirë. Kjo është receta e shkruar, të cilën ju do ta gjeni pas pak edhe në rrjetet tona sociale apo edhe në YouTube-in e Reze Dielli, aty ku merrni dhe Shkova mora recetat dhe e një tjera. gjethe lakre tjetër. Që të plotësojmë atë puzzle-in ton të tavës, që më pas do ta vendosim në furr apo jo. Në furr, në tenxhere, si do në jume? S'ka problem, mund t'i vendosim një pesh sipër. Të marrë një dolmave. gjethe danoqe, ose në të kundërt, Këto që na në të mbetën. kundërt, filloj Se dhe i zbuten vendos kërceni. të tilla. Pra, asnjë pjesë nuk shkon dëm. Ja. Se e bëm pak rëmuj vëndin, S'ka, që ka këtë lagështirën dihet që- ujnë ku e ka punë? lakrës. do të shtoj. Sasin e vaj, duhet patjetër që të mbahen të buta. E vë direkt këtu dhe Ne po japim më shumë vlera. Mund ta bëni me lëngun e lakrës, siç tham, po me lëngun e nga që mishit kam. është më i fuqishëm pastaj në shije dhe në vlera. do vendos një pjatë sipër, E ndihmon që të Të mbaj- qëndrojnë të ngjeshura, po. të mbahen kokrat mirë, pra të mos dalin dhe mos Ja, shkut marrë hapen një pjatë. dolmat, të mbahen fort ngjitur me njëra tjetrën, dhe më pas do ta heqim në përfundim afërsisht. Vendosim dhe pjatën, ndërsa kremin e gatuajmë pas pak. Shkëputemi tani për mesazhin ton promocional, është një mesazh shumë i shkurtër dhe rikthehemi për vazhdimin e recetës. Do bëjmë kremin apo jo? patjetër.
Do t'i bashkangjitim dolmave tani edhe kremin, i cilin unë e lexova në recetën e shkruar në ekran dhe ju e ndoqët. Tani, pasi vendosëm një enë të rëndë, një pjatë të rëndë, për të mbajtur të fitur mirë, e mbështjellim me letër alumin dhe vendosim. Që unë të kem mundësi të gatuani dhe unë të kem mundësi të gatuaj praktikisht nga që bëhet në sobë dhe në furr, apo jo? Ne do vazhdojmë në pjesën tjetër të punës, kështu që direkte në furr. Ja, këtu. Edhe e lëm në rahatin dhe temperaturën për procesin termik. Kremi kur t'i shtohet? Kremi do hapi tani direkt, një tenxhere simpatike marr unë. E përgatitim tani dhe e shtojmë nga fundi zjerjes, si bje, pasi të kenë ja, e bëni një të voshkët fare. Shtoj, opa, vaj të shtoj. Pa, mos e ka marrë shumë të voshkët këtë tenxhere, e ka marrë të vogël. Ja të marrë një më të madhe. Ose një më të madhe. Varet se kishim goxha dolma faktikisht dhe na duhet një sasi tjetër. Nga që më pëlqen se janë tenxhere të vogla, duket që janë më fine në praktike. Por, majnë për bebe tuaja. Ja që gatimi nuk e do dhe aq të vogël tenxheren, aq me tepër gatuar. Pra ajo është individuale. Shtoj masën e vajit, sa kam edhe masën e miellit. E lë paksa, thjesht të ngrohet. Thjesht të ngrohet. Tani, për pjesën e përbërësve të kremit, po e themi duke i shtuar, duke i përmendur, kemi mielin, pra vajin, lëngun e mishit, që përdorëm dhe për dolmat, kemi vezët dhe limonin. Na duhet i njëjti lëng, e ullë pak në nxehtësinë, që përdora lëngun e lakrës. E trazoj derisa mos kem kokrizat. Kur temperaturat janë njësoj, nuk krijohen kokrizat. Ja. Kokrizat pra janë kur e para nuk trazohet si që duhet dhe kur njëri prej me një masë më tepër, kremi është e largoj se s'më duhet. Kemi limonin, kemi dhe vezët për t'ia shtuar. Sa po të trashet pak, të plotësohet, të fuskoj. E ullë nxehtësinë. Më duhen... Faktikisht e mora shumë të madhe këtë, po hajde. Pa. Por, pas kemi probleme për zgjedhje, njëri marrim të vogël. Atere, ja, mos thasho. Ja dhe një. Më duhen dy? Dy të verdha, do të pash apo të verda, veze. Dy vezët tona Ovital, ja shtojmë tani, dy të verdhat. Tek e verdha është ajo substanca e kolinës, që ne e përmendim më pas here. Dhe kemi dhe limonin. Ta ndihmoj pak për lëngun. Me sa pashte receta, limon do mjaftueshëm lëng limoni, për Atere, sasin që kemi, të plot po ja shtojmë. Që mos të më pritet veza, shtoj
E verdha e vezës nuk ka shans që të pritet. Shtoj. Ja, shtuam dhe vezët dhe kremi paka shumë është gati, të shtojmë dhe lëngun e limonit. Minimalisht nxehtësia, sepse nuk më duhet edhe një krem i trash, po as i holl. Marr. Sepse ai do të trashet sa po të shtohet tek tava. Lëngun e një limoni. Edhe po të merr dhe një tjetër një kit në frigorifer, se do dy. Do dy. Goxha sasi. Pra do që ti ndjehet. Ja, ta punoj pak edhe çfarë arome mirë. Lëshohet nga vajrat esencial që ka lëkura e limonit. Pra, ky është kremi, shikoj. Shofe zbutet? Shife. Lëshohet më me lëngu. Kremi është i dukuri. I lidhur mirë, delikat, i duhur për t'ia shtuar në fund, gjithmonë pasi të ketë zier dhe t'jetë përgatitur mirë pjesa e dolmave, të ketë zier mirë orizi dhe mishi. I shtohet, kjo qëndron dhe disa minuta mund të qëndroj pasi kemi shtuar lëngun. Një 10 minutë që të mpikset dhe të vazhdoj? Jo, e lëm sepse unë do pres, unë e heq. Ose e fikni fare nxehtësinë, ka pakun dhe keni të duhur. Për t'ia shtuar me një herë më pas. Kështu që presim në pas publicitetit edhe piqet pak tava dhe e tregojmë ndoshta të përfunduar deri në fund të hapësirës së gatimit, ju presim pas reklamave. Çdo gjë do minutazhin e vet për të përgatitur. Tani kjo është pak e nxehtë. Është gati për t'ia shtuar kremin apo do ta lëm akoma më shumë? Shife pak, kujdes është e nxehtë, prit se marrun këtu. Pra ka shtresën mbrojtëse me fletët e lakrës, ka gjithashtu edhe pjatën që i rëndon sipër. Këto i lash. Siç i shihni, mund t'i bëni sallat? Po, sallat del shumë e mirë, sallat me perime të tjera bashkuar. Ja. Normal.